Unë mendoj që këtë mitën e Albin Kurtit do të me thy. Edhe qytetarët le të ballafaqohen me vendimet që i kanë marrë. Sepse pa ballafaqu qytetarët me dështimet e tij, unë besoj që nuk krijohet në farë momentumi ku ata mund të edhe mendojnë edhe votojnë ndryshe. Dhe këto 30 ditë e kanë pa. Për shembull, Berami. Këto 30 ditë e kanë pa që për Albin Kurtin Kosova është e parëndësishme. Ngritja e çmimit është e parëndësishme. Hallet e qytetarëve për ngritje e çmimit, për shportën, për bukën, për këto është e parëndësishme. Sanksionet e Bashkimit Evropian janë të parëndësishëm për to. Fondi 800 milion është i parëndësishëm për to. Marrëdhëniet me Amerikën janë të parëndësishme. Njerëzit këto ditë kanë pa. A jeni sigurt që kanë pa? Unë besoj, Ridvan, që e kanë pa sepse qytetarët unë mendoj që këto e ka kriju perceptimin edhe e ka thonë edhe vetë që ne kemi një popull me 40% ose sa ka thonë analfabet. Pra, populli i Kosovës nuk është analfabet. Populli i Kosovës vetëm i duhet kohë si çdo popull tjetër. Edhe populli tjerë ju ka dashur kohë, edhe në Gjermani, edhe në Austri, popull shumë atë emancipum, ju është dashur më shumë kohë, më gjatë kohë për me kuptuar rrethonat politike. Edhe qytetarët kanë filluar Ridvan me kuptu. Sepse po të kishte 48 deputet Partia Demokratike e Kosovës, atë ditë do ta bënte konstituimin e kuvendit, atë ditë do ta bënte qeverinë, dhe pas një muaji sot derisa ne flasim, doktorët do ta merrin pagën, policët, FSK-ja, mësuesit, të gjithë do ta merrin me 50% shërbimit. Ja thonë vetë kandidati për kryeministër Hamza këtë. Po të isha unë pikërisht në krye të detyrës si kryeministër, sot do të merrem pagat me 50%. Dhe këto është dallimi dhe qytetarët tash e shohin këta. Qytetarët e shohin pikërisht këta. Për sa kohë përballen me shportën e konsumit, me çmime që po fluturojnë, me çmimet e energjisë që po do të rrefishojnë. Derisa qytetar, derisa ne flasim, shkon edhe blen diçka në dyqan, edhe ballafaqohet me çmimet. Edhe shkon e pagun rrymen, e shkon e pagun ilaçet, e shkon merr ilaçe për babë, për nanë, edhe mbesën 10 euro në xhep, edhe i shikon Albin Kurtin të thonë se qysh Albolena do të më votu, fal. Po kësaj radhe qytetarët nuk besoj që ja falin. Edhe në kësaj radhe shohim live, drejt për drejt, një, qa me thonë kësaj, një çmenduri të një lideri, i cili ka vendos interesat e tij personale, partijake para interesave të Kosovës, edhe unë besoj që kjo ka me pas efekt.